Një mesazh për gratë nga unë, do ta lexoj që mos të gaboj. Të dashura gra, punoni çdo ditë për veten tuaj. Jeni autentike dhe të lira. Mos u përpiqni për sosmërinë, sepse ajo nuk ekziston. Ata që të thonë se duhet të jesh më e mira, apo nuk je sipas shefit të tyre, ata këtë na imponojnë. Na imponojnë për të na bërë më pak të vlefshme në sytë e tyre, për të na dëmtuar vetbesimin dhe për të na bërë më të lehtë për manipulim me neve. Të qenurit ky që jam, kjo që jam, nënkupton punë e vazhdueshme me veten dhe vetkënaqësi. Të jesh e kënaqur me veten tënde. Bohu verzion, shembulli më i mirë i vetës tënde. Kultivoje veten tënde, për vete, i këballën e vogël arrite, që të shkëlqej, që të dalë në jashtësi. Prandaj mos harroni, duajeni dhe vlerësojeni vetën. Sepse profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, na ka thënë: "Men arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Që do të thotë, kush e njeh veten e tij, ka me njoftë dhe Perëndin. Njihe veten tënde, bëhu e kënaqur me veten, të tjerët do të vinë tek ti sikurse bletët në nektarin e lulës.